Kryenoma, shikues të nderuar të kallëzor.com, jemi drejt për drejt nga presidenca e Kosovës, ku presidenti i vendit Hashim Thaçi ka kërkuar një konferencë për media. Kjo konferencë, siç është në njoftim të fundit nga presidenca, ka të bëjë me refuzimin apo kritikën ndaj paralajmërimeve të fundit të qeverisë së Kosovës për masat e ndalimit të qytetarëve dhe automjeteve në disa kohë të ndryshme gjatë ditës. Një vendim i qeverisë së Kosovës është paralajmëruar se mund të merret rreth orës 22, po që ende nuk ka dalë publikisht. Ndërsa këtë paralajmërim të vendimit e ka kundërshtuar presidenti i vendit nëpërmjet një njoftimi për video, ka thënë se vendimi për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve paraqet shmangje nga të drejtat dhe liritë e njeriut që garantohen me Kushtetutën e Kosovës. Kufizimi i lirive dhe të drejtave të qytetarëve mund të bëhet vetëm kur shkollet gjendja e jashtëzakonshme, thuhej në njoftimin e presidencës. Ne jemi këtu dhe të presim pas pak konferencën e drejt për drejt të presidentit Hashim Thaçi. Të dashur qytetarë, jam detyruar që sonte të flas media dhe përmes tyre t'ju drejtohem në këtë orë të vonë për shkak të një vendimi të rrezikshëm të qeverisë së Kosovës, të rrezikshëm për sigurinë dhe qytetarët e vendit. Kryeministri Kurti dhe qeveria e tij sonte kanë shkelur në mënyrë flagrante Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Është e papërgjithshme institucionalisht dhe në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Vendimi për kufizimin e lëvizjes së lirit të qytetarëve paraqet shmangje nga të drejtat dhe liritë e njeriut që garantohen me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kufizimi i lirive dhe të drejtave të qytetarëve mund të bëhet vetëm nëse shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Gjendja e jashtëzakonshme mund ta shpallet vetëm Kuvendi i Republikës së Kosovës. Kjo gjendje nuk ekziston. Unë do të respektoj Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, por edhe do të kujdesem që institucionet e Republikës së Kosovës të veprojnë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e vendit tonë. Si garantues i funksionimit demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës, në pajtim me Kushtetutën tonë, do ta kundërshtoj çdo institucion që shkel Kushtetutën dhe ligjet e vendit. As qeveria dhe as një institucion nuk ka mandat të alohojë qytetarëve liritë dhe të drejtat themelore. Me këtë vendim, sonte, në këtë orë të vonët e qeverisë e Kosovës, qeveria Kurti ka shkelur një morim nedësh të Kushtetutës së Kosovës, që specifikohet shumë qartë në nedin 56 të drejtat dhe liritë themelore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Pra, nedi 56 të drejtat dhe liritë themelore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Nedi 56 të drejtat dhe liritë themelore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Në thuhet tekstualisht. Shmangja nga të drejtat dhe liritë themelore që ndrohen me Kushtetutë mund të bëhet vetëm pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme sipas kësaj Kushtetutë dhe vetëm deri në masën sa është domosdoshme
Shmangja me të drejtat dhe lidhjet themelore që mbrohen me kushtetutë mund të bëhet vetëm pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, sipas kushtetutës dhe vetëm deri në mosën sa është e domosdoshme nën rrethana e dhëna. 2. Shmangja me të drejtat dhe lidhjet themelore të garantuara me nene 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 37 dhe 38 e Kushtetutës së Kosovës nuk është e lejuar në kurrë rrethanash thuhet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Po ashtu, në netin 55, kufizimit të drejtave dhe lidhjeve themelore, paragrafi 1 i Kushtetutës thuhet se të drejtat dhe lidhjet themelore të garantuara me këtë kushtetutë mund të kufizohet vetëm me ligj. Deri më sot, kryeministri dhe qeveria kanë thënë se gjendja është tërësisht në kontroll se përket koronavirusit dhe se kjo ka qenë edhe arsye mbi bazën e cilës e kanë kundërshtuar propozimin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Vendimi i qeverisë sot është krejtësisht anti-kushtetues. Qytetarët nuk janë të detyruar të respektojnë vendimet kundër kushtetues dhe askush nuk mund t'i dënojë ata për këtë. E ripërsëris, qytetarët nuk janë të detyruar të respektojnë vendimet anti-kushtetuese dhe askush nuk mund t'i dënojë ata për këtë. Ne ndizojmë, as policia e Kosovës, as organet e sigurisë nuk duhet të zbatojnë këtë vendim anti-kushtetues të qeverisë, sepse kështu edhe vetë bëjnë vepër penale. E ripërsëris, as policia e Kosovës dhe organet e sigurisë nuk duhet të zbatojnë këtë vendim anti-kushtetues të qeverisë, sepse kështu edhe vetë do të bëjnë vepër penale. Vendimi i qeverisë është pa efekt juridik të zbatueshëm dhe është i pazbatueshëm në tërë territorin të Republikës së Kosovës. Të nderuar qytetarë, i njëjti kryeministër që refuzoi këmbgulësisht shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, tani po merr vendime antikushtetuese që privojnë qytetarët e vendit nga drejtat e tyre themelore. Këto veprime ai përvend jo për të mbrojtur qytetarët, por për të mbrojtur veten e tij. Prandaj, nëse paraditë do t'i kërkoj gjykatës kushtetuese pezullimin dhe anullimin e këtij vendimi të ushtrime procedurë. President, çfarë do të më bësh qytetarët e isë? Mos më zbatohet. President, ka marrë të versa, nuk ka dhënë të dhënë. Të nderuar, kjo ishte konferenca e presidentit Hashim Thaçi. Ai, siç keni e mund të dëgjoni, ka kërkuar që mos të zbatohet vendimi i fundit i qeverisë së Kosovës, gjithsesi ndalimi i qytetarëve dhe automjeteve në territorin e Kosovës. Deri në paraqitje tjera, miru në kopshin.